Ka shumë ligje të rëndësishme në Gjermani nuk janë miratuar miq të dashur ka herë brenda një jave si në 5 ditët e fundit. Se sa të rëndësishme kanë qenë këto ligje, flet edhe fakti se është biseduar madje edhe për mundësinë e krizës qeveritare. Unë ju kam njoftuar me shumicën e vendimeve, por në vazhdim shkurtimisht do t'ju njoftoj me të gjitha vendimet e rëndësishme të Bundestagut gjerman që kanë të bëjnë me lehtësimet tatimore, me shërbimin ushtarak në Gjermani, pastaj me pensionet, me subvencionet për blerjen e makinave elektrike e tjerë. E di që ndoshta ju interesojnë më së shumti në fakt lehtësimet tatimore dhe subvencionet për makina, por po filloj nga ligji i fundit për pensionet, sepse ky ka qenë definitivisht ligji më i diskutueshëm në disa javët e fundit. Bundestagu miratoi paketën e pensioneve me shumicën absolute të koalicionit në pushtet. Kjo ishte shumë e rëndësishme sepse shumë kush ka parashikuar madje krizë të madhe qeveritare në qoftë se vendimi nuk merret me shumicën e partive në pushtet. Disa kanë folur madje edhe për vetë rënien e qeverisë. Sidoqoftë, paketa parashikon që pensionet në Gjermani do të mbeten në nivelin e 48% të rrogave të fundit, të paktën deri në vitin 2031. Paketa parashikon po ashtu futjen e mundësisë që pensionistët të fitojnë edhe 2.000 euro shtesë pa tatime në qoftë se duan të punojnë atëherë. Me rëndësi është edhe kjo. Paketa parashikon zgjerimin e pensioneve për nënat të ashtu quajturën më të rrente, edhe për nënat që kanë lindur fëmijë para vitit 1992. Kjo do të thotë se nënat apo dhe baballarët, në qoftë se ata janë kujdesur për fëmijët, mund të marrin një pension për periudhën 3 vjeçare nëse pra nënat kanë lindur fëmijë në këtë periudhë. Ka ndryshime edhe sa i përket pensioneve të sipërmarrjeve, të ashtu quajturat Betriebsrente, ku do të ketë disa përmirësime me të cilat mund t'ju njoftoj në qoftë se ju interesojnë enkas. Bundestagu ka miratuar këtë javë edhe ligjin për rikthimin e shërbimit ushtarak, por shërbimi ushtarak do të jetë vullnetar. Nëse nuk lajmërohen mjaft ushtar, atëherë do të ketë edhe vendime të tjera. Qëllimi i Gjermanisë është që të ketë 260.000 ushtar, që do të thotë 80.000 më shumë se tani. Meshkujt e lindur në vitin 2008 e më vonë do të marrin nga janari vitit të ardhshëm një formular me postë, të cilin duhet të plotësojnë dhe ku duhet të shprehin qëndrimet e tyre nëse duan të shërbejnë ushtrinë vullnetarisht apo jo. Më pas bëhet rekrutimi i personave që duan të shërbejnë. Femrat nuk janë të obliguara të plotësojnë këtë dokument, por natyrisht mund ta bëjnë atë. Shërbimi ushtarak do të jetë të paktën 6 muaj dhe paguhet 2.600 euro në muaj. Për ata që shërbejnë më shumë se një vit do të ketë edhe lehtësime të tjera financiare, si për shembull për patentat e shoferëve. Qëllimi i Gjermanisë është po ashtu që të rrisë numrin e rezervistëve nga 60.000 në 200.000. Gjatë kësaj jave janë miratuar edhe disa ligje të tjera shumë të rëndësishme. Bundestagu vendosi për lehtësime tatimore në gastronomi, ku tatimi në vlerë të shtuar është zvogluar nga 19% në 7% për ushqime, por jo edhe për pije, miq të dashur. Lehtësime tatimore do të ketë edhe për punëtorët që udhtojnë në punë, sepse nga tatimet për çdo kilometër të kaluar nga banesa, nga shtëpia e tyre në vendin e punës në vitin e ardhshëm do të mund të kiqen 38 cent. Deri tani ka qenë 30 cent për rrugët deri në 20 kilometra, ndërsa për më shumë se 20 kilometra kanë mundur të hiqen 38 cent për 1 kilometër. Tani, si pender paushale mund të hiqen pra 38 cent nga kilometri i parë. Janë rritur edhe pagesat për punë vullnetare, si dhe për personat që mbi baza vullnetare drejtojnë stërvitjet ekipore. Nga tatimet mund të hiqen edhe pagesat për sindikatat. Një vendim tjetër shumë e rëndësishëm për të gjithë shqiptarët dhe të huajt që duan të marrin shtetësinë gjermane është ai i Komisionit të Brendshëm, që ka miratuar amandamentin ligjor sipas së cilit, kujdes, personat që kapen duke mashtruar me teste të gjuhës, apo japin informacione të rreme, japin informacione të gabuara, personat që mashtrojnë në procesin e marrjes së shtetësisë gjermane
do të dënohen me 10 vjet mos mundësie që të marrin shtetësinë gjermane. Pra, më konkretisht, nëse ju kapin se po mashtroni gjatë procedurës së marrjes së shtetësisë gjermane, atëherë 10 vitet e ardhshme nuk mund të aplikoni për shtetësinë gjermane sepse nuk do t'ua japin. Ndryshime ka edhe sa i përket politikës ndaj migrantëve. Bundestagu ka vendosur që të thjeshtësoj procedurat për renditjen e vendeve në vende të sigurta të origjinës, që do të thotë se shtetësit e këtyre vendeve do ta kenë shumë problem të marrin azil politik në Gjermani e parashikohen edhe thjeshtësime për procedurat e dëbimit të personave që nuk kanë të drejtë të rinë në Gjermani. Sa i përket vendeve tona, t'ju them njëherë, të gjitha vendet tona të origjinës janë të renditura në vendet e sigurta të origjinës. E një vendim shumë i rëndësishëm këtë javë është marrë edhe sa i përket personave që duan të blejnë makina elektrike. Shteti do të ndajë të paktën 3.000 euro subvencione për ata që blejnë makina elektrike nga viti i ardhshëm. Nga 1.000 euro do të jepen për një fëmijë, ndërsa për 2 fëmijë do të jepen 2.000 euro. Nëse një familje ka më shumë se 2 fëmijë, atëherë nuk do të mund të marrë subvencione të tjera për fëmijët e tjerë, pra jepen për 2 fëmijë, por kjo do të thotë se personat që blejnë makina elektrike do të mund të marrin nga viti i ardhshëm deri në 5.000 euro subvencione. Miq të dashur, kujdes, kur them nga viti i ardhshëm, ky vendim akoma nuk dihet sakt dita pra se kur do të futet në fuqi. Subvencione për makinat elektrike do të ketë edhe për familjet që marrin më pak se 3.000 euro në muaj, ndërsa subvencione nuk do të ketë për familjet që fitojnë shumë pra mbi 85.000 euro bruto, më duket se është në vet. Ndryshe, kur jemi tek makinat, kancelari Friedrich Merz i ka shkruar një letër kësaj jave edhe Komisionit Evropian, pra komisionerës Ursula von der Leyen, nga e cila ka kërkuar që të lejohet regjistrimi i makinave me djegje edhe pas vitit 2035. T'ju kujtoj se Komisioni Evropian kishte vendosur më parë që pas vitit 2035 të mos lejohet më regjistrimi i makinave të reja me djegje, por me kërkesën e Merzit kjo tani do të ndryshoj. Kjo do të thot konkretisht se edhe pas këtij viti do të mund të regjistrohen makinat eficiente me djegje që është definitivisht një lajm i mirë për industrinë e automjeteve, sepse do të mund të vazhdojë të prodhojë pra edhe makina me motor të tillë. Kjo është kritikuar natyrisht nga organizatat dhe partitë që angazhohen për ruajtjen e mjedisit, por kjo me siguri që është një temë tjetër. Këto janë pra, miq të dashur, pak a shumë disa nga vendimet më të rëndësishme të kësaj jave në Gjermani, e po them edhe një herë, ka qenë vërtet një javë shumë e ngjeshur me vendime. Nëse jeni të interesuar për informacione të tilla dhe informacione të ngjashme, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video që të informohen pra edhe persona të tjerë që eventualisht akoma nuk janë abonuar. Ndërsa unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe ju përshëndes kudo që jeni. Ju natyrisht e dini që kanalet e mia janë gjithmonë të hapura edhe për komentet tuaja, mendimet tuaja dhe vlerësimet tuaja për të gjitha këto zhvillime, por edhe për zhvillime të tjera, kuptohet. Faleminderit dhe mirupafshim.